Pastroni gurza dhe zbardhni dhëmbët sa hapë mbyll syt me këtë përbërës që e keni në shtëpinë tuaj. Shëndeti oral ndikon ndjeshëm edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm, kështu që është vërtet e rëndësishme gjetja e një paste të dhëmbëve natyrale, e cila mund të ofrojë edhe shumë përfitime shëndetësore kundër problemeve të tilla. Pasta natyrore shpesh përfitojnë nga përbërës të ndryshëm që mund t'i kushtojnë më pak se sa një pastë e blerë në dyqan. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo është një pastë dhëmbësh tepër efektive e cila mban të qëndrueshme edhe temperaturën dhe është absolutisht e sigurt për të përdorur. Për më tepër, ajo përmban edhe përbërës të lirë dhe ndoshta është nga më të mirat për zbardhjen e dhëmbëve për të promovuar gjithashtu edhe higjienën më të mirë tuaj orale. Kjo recetë përfshin përbërësit e mëposhtë: 1/4 e filxhanit vaj MCT, 3 lugë me citolin plur, 1/4 e filxhanit pudër kalciumi karbonati, vaj esencial sipas dëshirës. Udhëzimet e përdorimit të kësaj recete janë në këto: vendosni citolinin në blender në mënyrë që të përfitoni formën e plurit. Pastaj, shtoni përbërësit e tjerë në blender derisa të përfitoni një masë homogjene. E mbani pastën e dhëmbëve në një kavanos qelçi dhe e përdorni atë sipas nevojës suaj. Healthy Food House citon se përdorimi i kësaj recete të paktën një herë në javë do të ndihmojë në përmirësimin e higjienës suaj të gojës, në zbardhimin e dhëmbëve dhe parandalimin e formimit të gurzave. Të gjithë do të donin të kishim një buzëqeshje të bukur me dhëmbë të bardhë dhe cilësor. Mirëpo, shumë prej nesh e kalojnë në plan të dytë kujdesin oral, duke bërë të mundur që shpesh të përdoren edhe mënyra të ndryshme për zbardhjen e tyre. Shpesh pastrimi dhe zbardhja e dhëmbëve mund të mos arrihet thjesht me pastën e zakonshme të dhëmbëve që përdorni. Kjo gjë shpjegohet me faktin se sa më të vaskalizuar të jenë dhëmbët tanë, aq më të verë do të duken ata. Pra, sa më shumë gjak të shkojë drejt dhëmbëve, aq më pak të bardhë do të jenë ata. Smalti reflekton atë çfarë gjendet poshtë tij. Nëse pulpa e dhëmbit, pra pjesa e brendshme e tij mban shumë gjak, smalti në sipërfaqe do të pasqyrojë ngjyrën e verdhë. Në të kundërt, nëse vaskularizimi është më i pakët, dhëmbët mund të duken të bardhë, të thjeshtë edhe në përdorimin e pastave të zakonshme. Por çfarë t'i bëjnë dhëmbët që të duken edhe më të verdhë? Zbardhja e tyre te një dentist kushton, kështu që tashmë mund të arrihet edhe në kushte shtëpie. Sekreti qëndron edhe te përdorimi i sodës së bukës, por nuk duhet të përdoret më shumë se një herë në javë. Ajo mund të përdoret në mënyrë të pakët dhe efikase për zbardhjen e dhëmbëve. Soda e bukës ka natyrë alkaline, gjë që çon në dëmtimin e smaltit të dhëmbëve, por nëse shoqërohet me limon i cili ka natyrë acide, është kalciumi i pranishëm në dhëmbët që mund të zverdhet pa e dëmtuar smaltin. Kalciumi i pranishëm në kalciumin e dhëmbëve ndihmon në zbardhjen e tyre. Një mënyrë përfshirje së përbërjes së një paste me krip, sodë buke dhe lëng limoni mund t'japë rezultate fantastike. Më pas, nevojitet larja e dhëmbëve me këtë përzierje. Shplarja dhe larja më pas e tyre me pastën e zakonshme të dhëmbëve do t'japë rezultate fantastike. Mirëpo, shumica zgjedhin të veprojnë më thjesht. Përzierni një lugë çaji sodë buke me pastën e dhëmbëve dhe më pas i lani dhëmbët me këtë përzierje të krijuar. Normalisht të dyja mënyrat krijohen që të përsëriten disa herë, derisa të arrihet zbardhja natyrale e dhëmbëve tuaj dhe të siguroni gjithashtu një higjenë më të mirë orale. Është e rëndësishme që të mos neglizhoni edhe konsultat me dentistin tuaj për të parë nga afër problemet që ju kanosen. Shpenzimet globale në produkte të zbardhjes së dhëmbëve arrin në miliarda dollarë gjatë një viti. Zverdhja e dhëmbëve është një nga pasojat e stilit jetesës, thonë stomatologët. Sipas tyre, duanpirja, pirja e kafes, çaji janë shkaktarët kryesorë të krijimit të këtyre dëmtimeve që çojnë gjithashtu edhe në krijimin e shfaqjeve të problemeve të dhëmbëve të verdhë. Ushqimet e pijet me ngjyrë të errët si vera e kuqe, rrushi, boronica, shega e të tjera ngjyrosin gjithashtu edhe dhëmbët tuaj, sepse përmbajnë substanca që mund të ngjiten edhe në smaltin tuaj të dhëmbëve. Sipas të dhënave të Healthline, zverdhja e dhëmbëve mund të shkaktohet edhe nga sëmundje dhe probleme të ndryshme shëndetësore. Nëse larja e dhëmbëve 2 herë në ditë dhe
Por kujdesi për to nuk zgjidh këtë problem, atëherë mund të merrni në konsiderat edhe këto alternativa sipas saj. Soda e bukës është një nga përbërësit më të mirë që mund të përdorni për zbardhjen e dhëmbëve. Limoni gjithashtu ka aftësinë të zbardhë dhëmbët dhe të pastrojë ato në mënyrë efektive. Përbërësit që u duhen në përgatitjen e kësaj recete të thjeshtë janë sodë buke, lëng limoni ose ujë. Udhëzimet e përgatitjes së kësaj recete janë në këto: përzieni lëngun e freskët të limonit me ujë me disa lugë çaji me sodë buke. Më pas, të gjithë këtë përzierje e përzieni derisa të formohet një pastë mirëfillt. Fshihni dhëmbët me një letër kuzhine dhe më pas fërkoni pastën duke e përdorur një furçë dhëmbësh. Lani pastën në dhëmbë duke e lënë për rreth 1 minutë. Më pas i shplani atë me ujë të bollshëm për të shmangur dëmtimet potenciale të aciditetit të smaltit të dhëmbëve. Nëse përdorni ujë në vend të lëngut, pastën mund ta mbani për 3 deri në 5 minuta. Kjo pastë mund të përdoret 1 herë ose 2 herë në muaj. Përveç aplikimeve të pastave zbardhuese, sigurohuni që t'i lani dhëmbët tuaj çdo ditë. Këshillohet të shmanget duhani, alkooli, kafeja dhe pijet e gazuara dhe ato me ngjyrë, në mënyrë që të shmanget kështu zverdhja e dhëmbëve. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie sigurisht që do t'ju japë rezultate fantastike, por për çdo ndryshim të mundshëm duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përkatës. Për të pasur dhëmbë të bardhë, ekzistojnë mënyra alternative të ndryshme për të realizuar ato në kushte shtëpie dhe për të siguruar kështu një higjenë më të mirë orale. Ja disa mënyra të cilat do ju ndihmojnë t'i përdorni edhe në zbardhjen tuaj të dhëmbëve. Sipas Bright Side do të rendisim disa prej tyre. Soda e bukës. Soda e bukës është një produkt i cili shërben si një zbardhues për dhëmbët duke bërë të mundur largimin e shtresave të verdha që mund të gjendet te dhëmbët tuaj. Ato kanë veti të mira alkaline e kundërta acideve të cilat do të sjellin gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të higjienës së gojës. Uji është një alternativë e shkëlqyer që mund t'i japë rezultate fantastike për higjienën tuaj. Është pija më popullore në botë, por uji është ideal për të pasur dhëmbët e bardhë. Nëse bëni një gargarë për 30 sekonda pas ngrënies, do ju ndihmojë të parandaloni njollat. Sherebela e freskët gjithashtu do ju ndihmojë për një higjenë më të mirë orale, citojnë ekspertët. Merrni një gjether sherebele të freskët dhe e fërkoni atë mbi dhëmbët tuaj. Rezultatet do të jenë befasuese. Pa asnjë rrezik për dhëmbë, ndërkohë që ju nuk do të harxhoni më për trajtimet dentare. Lëngu i limonit mund të jetë alternativa juaj më efektive në këtë aspekt. Edhe lëngu i limonit është një përbërës mjaft i mirë natyral, kundër njollave jo estetike të verdha të shkaktuar nga pirja e duhanit ose nga pirja e kafes. Limoni si bikarbonat ka një efekt të fuqishëm zbardhues, por duke qenë acid ai mund të gërryejë smaltin nëse përdoret shpesh. Kështu që këshillohet të përdoret vetëm një herë në muaj. Gjithashtu ju bëj me dije konsultat me mjekun nuk duhet të neglizhohen për të përmirësuar higjienën tuaj orale, mund të përdorni edhe këto metoda alternative. Por mbi të gjitha, nëse e keni dhëmbin tuaj më të ndjeshëm, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj ose me dentistin përkatës për çdo ndryshim që mund të përdorni. Vaji i kokosit. Vaji i kokosit thuhet se ndihmon në zbardhjen e dhëmbëve thjesht duke aplikuar direkt mbi sipërfaqen e dhëmbit. Ky fundi do të eliminojë bakteret që shkaktojnë veshjen e dhëmbëve dhe pllakzat duke u dhënë një ngjyrë të verdhë, e gjitha kjo fal acidit laurik. Skrabi me lule shtrydhe. Lule shtrydhe gjithashtu janë edhe një zgjidhje shumë të mirë për të përmirësuar organizmin tuaj. Sigurohuni që skrabin me lule shtrydhe ta përdorni edhe në mbrojtjen tuaj më të mirë të dhëmbëve. Kështu, duke aplikuar vazhdimisht do të keni edhe një mbrojtje më të mirë orale. Sigurohuni t'i lani dhëmbët çdo ditë, të paktën të përdorni fill dentar edhe të pastroni gjuhën për të evituar erën e keqe të dhëmbëve dhe të siguroni një higjenë më të mirë orale. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.